të ngjitesh në një podium dhe të flasësh përballë mirë shqiptarëve, të cilët kanë 45 ditë që janë në protestë dhe protestojnë dhe ngrenë zërin për vendin e tyre, është një emocion shumë i madh. Besoj që është emocion për gjithë që dalin dhe flasin aty. Ka ditë që thua 2-3 fjali dhe i thua normalisht, ka ditë që të dridhen këmbët kur i thua ato fjalit. Mendon se mos po bëjnë ndonjë gabim, mos po them diçka që nuk duhet, si do interpretohet, gjitha gjërat dhe mendon a thua jam unë personi i dur që të flas këtu. Ditën që jam patur më shumë emocione dhe më shumë siklet në podium ka qenë dita që kam lexuar një deklaratë të PPS, ndërsa një ditë tjetër që besoj që ka qenë ditë emocionuese për mua ka qenë dita kur kam folur për rjollin tim, kam folur si mamaja Glaukut dhe kam folur për plagën që kam unë si mama Glaukut. Edhe pse dale protestoj çdo ditë dhe pse do vazhdoj të protestoj për të mbrojtur të drejtën e Timbiri dhe që dash Zotit ke mundësinë të arris Timbir pra në kushrin vetvete dhe gjyqësir vetvete. Me tokën në Rjoll jemi shumë të lidhur, është një lidhje emocionale që është përtej historive të fëmijërisë, është një lidhje emocionale me ata që nuk jetojnë më, me ata që janë rritur në tokë, me ata që kanë lënë amanet atë tokë, me ata që ndoshta në ditët e fundit jetës kanë thënë që vetëm ato tokën mos e harroni asnjëherë, sepse kanë blerë me shumë sakrifice dhe kanë jetuar me shumë vujtje atje. Këto janë vetëm histori me të cilat unë jam prezantuar që në ditët e para që jam bërë nuse në shtëpi. Im shoq ma ka treguar gjithmonë që atje është toka jonë. Kjo është toka jonë. Atje më ka lind babai, atje është rritur dhe baba më ka lënë amanet, mos e duhet i bim mrapa, duhet merremi sepse bie rrim ka vdek i ri dhe nuk e ka prit askush që do vdiste. Edhe ai është personi që është marrë më shumë të gjatë kohës që ka qenë gjallë me dokumentat, por histori që ata tregojnë, aty kanë kaluar fëmijërinë, aty janë rritur, pastaj tregojnë se si e kanë marrë të partë të tyre, janë emocione shumë, besoj që janë emocione që ne duhet t'u përcjellim brezave. Aty është një zonë që po shkosh sot ta shikosh, unë për vete mendoj si ka qenë e mundur që njerëzit jetojnë këtu. Ata shu kanë jetuar. Unë vi çdo ditë nga Shkodra në Tiranë që me datën 31 maj për protestën. Ka pas disa ditë që kam zgjedhur të qëndroj në Tiranë të flejmë këtu, por që kemi bërë vajtje ardhje për të shfrytzuar paraditën për të nejtë me Glaukun, sepse e vuajti shumë disa ditë që ne nuk vajtëm edhe nuk doja që ta kishim të shpëdhjen shumë me ditë gjata. Por që është emocion shumë i bukur dhe ka ditë për shembull që i thotim shoqë në mëngjes, sot nuk do shkojmë se jam shumë i lodhur. Dhe sa vjen dreka fillon nga cila orë do nisëm. Dhe sepse nuk të mban më vendje, është një gjë shumë e bukur, është një energji shumë e madhe dhe them jemi me fat që jemi pjesë e kësaj gjës, jemi me fat që po qëndrojmë në anën e drejtë të historisë. Ne na sill çdo ditë në Tiranë fakti që kemi shumë vite që kemi shumë pak motive për të jetuar në Shqipëri dhe shumë motive për ta lënë Shqipërinë. Ndërsa në këtë moment ne shikojmë një dritë shprese për të jetuar në Shqipëri dhe për të rritur fëmijët tanë me dinjitet në Shqipëri. Baneri që shkruan Shqipëri e re është një emocion shumë i madh. Besoj që për gjithë, jo vetëm për mua. Ne nuk duam që ta ndryshojmë Shqipërinë. Ne duam ta ndryshojmë mënyrën si ne kemi trajtuar Shqipërinë, ose si qeveria ka ndryshuar Shqipërinë, sepse shumë e dhimbshme. Shqipëria është brillante në vetveten e saj, ka njerëz fantastik, ka një kulturë shumë të larmishme dhe të bukur. Ka natyrë, ndoshta nga më të bukurat në botë, dhe më lejo të ta them, ndoshta të duket shumë superlative, po besoj që është një nga natyrat më të bukura në botë. Kemi det me rër, kemi det me shkëmbi, kemi male, kemi çdo gjë të mundshme kemi në këtë tokë. Shqipëria nuk funksionon deri në këto momente, besoj që nuk ka funksionuar sepse ka qenë dorë në njerëzve të gabuar dhe është fatkeqësi shumë e madhe. Ndërkohë që unë takoj në shesh çdo ditë njerëz shumë bukur, njerëz me shpirt të mirë, me mendje shumë të bukur, që e duan Shqipërinë dhe që besoj do bëjnë një punë fantastike për Shqipërinë. Se tha kryeministri kushdo çoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian, po i ka unë. Unë shikoj me mira shqiptarë që mund ta çojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe xha e kanë bërë. E kanë bërë me memet e tyre, me energjinë e sheshit. Kanë arritur atë që këta kanë paguar miliona euro për të arritur, për të marrë një titull në gazeta ndërkombëtare, në mediat më të mëdha të botës. Kjo rini e ka bërë me energjinë e vet. Çfarë duhet ju tregojmë ne më shumë këtyre se kjo rini është shumë më mirë se ata. Europarlamentarët për herë të parë erdhën dhe takuan qytetarët përpara institucioneve. Shqipëria që
eurodeputetët panë ishte Shqipëria e vërtet. Ishin ata të rinj të bukur, të pa kompleksuar se përballë ka një eurodeputete që i kanë kapë në përshesh dhe ju kanë folur, e ju kanë treguar se si qëndron e vërteta, e ju kanë treguar që ne nuk jemi kundër zhvillimit, ju kanë treguar që ne jemi kundër jo transparencës, që ne nuk kemi asgjë me Amerikën e me familjen Trump, që ne problemin e kemi tek ajo zyra e kryeministrisë, dhe ju kanë treguar që për te mjedisit, për te natyrës, ne në këtë vend nuk na funksionon asgjë. Nuk e dim si u prezantojnë, si u shesin juve, po kjo Shqipëria ka degraduar ku s'mba në mend, a jemi gjithë në shesh me të madhe me të vogël. Dhe ata përjetuan dhe po vazhdojnë ta ngrejnë zërin edhe sot në Parlamentin Evropian. Bashorti im gjatë gjithë kohës që në Rio dhe është një suport shumë i madh. Normalisht është këshilluesi im më i mirë. Shpesh herë më thot për gjërat mos e harro këtë gjë ta thuash sot. Po në fakt këtu për shembull po më thoshte, sot po më thoshte që shiko se na ka mbështet Dua Lipa, është shumë e madhe, është një figurë shumë e bukur. Është një vajzë që na ka bërë krenar që jemi shqiptar, tani themi të realitetin në gjithë botën dhe patjetër që ne duhet t'i themi asaj që të vi këtu sot për këtë Shqipërinë e vet, që revolucioni flamingo që ka bërë shumë krenare, të vi dhe të bëhet pjesë. Dhe unë duhet ta shikoj Dua Lipën me një vëth me flamingo, siç kanë parë deputetët, apo së shpejti me atë flamingo në foto në profilit apo coverin e saj, për të treguar mbështetjen e saj, sepse besoj që zëri i saj është shumë i madh dhe zëri i saj do të çojë zërin ton shumë lart. Ditën që kemi qenë para parlamentit, ne kishim planifikuar një protestë në orën 10 dhe kishim planifikuar që do ishte protest parsore nga ana jonë, thjesht disa vezë që në gjithë botën janë shumë simbolike dhe nuk janë asnjëherë një akt dhune. Në qoftë do kishte momente që do kalonin deputet ose politikan, por jo ndaj policisë. Ne kemi shkuar momentet e para, kemi qenë shumë normal me policin, biseda, gjëra, ndërkohë që policia nuk ka qenë kështu me ne. Janë hedhur ca vezë që kanë kapë askënd. Dhe policia ishte jashtëmase e dhunshme, po të tregoj vetëm një fragment. Ata policët që kanë ato shishet me gaz apo me spray, se si nuk e di se çfarë është fiks, nxirrte shishen dhe godiste protestuesit, sepse shkonte dhe i thoshte mos na zgjuj me spray, dhe ai nxirrte shishen për ta gjuajtur. Dhe ky ka qenë një moment që unë jam konfliktuar verbalisht me ta dhe i thash ti nuk mund ta bësh të ndaj protestuesve, sepse nuk ke asnjë drejt i prekësh, aq më tepër me atë. Dhe në momentin që ata kanë filluar të gjuajnë spray pa paralajmërim, policia ka për detyrë që të njoftojë me megafon largohuni sepse do hidhet spray. Ata kanë bërë pa paralajmërim dhe kjo është në shkelje të ligjit, dhe është në shkelje të procedurave dhe AMP-ja duhet ta ndjeki këtë gjë se janë bërë denoncimet. Dhe në momentin që kanë bërë këtë veprim, ky polici e ka gjuajtur spray pikërisht drejt fytyrës time dhe kur ma kanë thënë mbrapa nuk e besoja, kanë parë mbi 5 herë videon se nuk i besoja syve që dikush mund të kishte marrë hak në atë mënyrë. Sulmi që na ka bërë policia me gaz, sidomos besoj për pjesën që ka qenë direkt aty dhe ka ngrënë në fytyrë, ka qenë shumë e dhimbshme. Ne kemi qenë disa persona që nuk kemi hap dot syt për të paktën gjysmore dhe ka qenë një djegje trupi dhe fytyre për të paktën 3-4 orë. Unë kam vajtë edhe në spital për të marrë mjekim, sepse nuk e dura do të më djegjen e fytyrës. Nga pa eksperjenca unë i hodha dhe ujë dhe pastaj më thanë që ajo ishte fatale sepse nuk duhej bërë. Më e mira ishte qumshti. Më sollën edhe qumshti një kafe ku përfundova dhe mbase më ndihmoi te fytyra, po pastaj durët edhe këmbët filluan të ma jepnin shumë më vonë efektin dhe ishte shumë e dhimbshme. Ka qenë 2 ditë si djegje, ditën e parë shumë e fortë, ditën e dytë pastaj momente në pjesë të ndryshme të trupit. Por që të përshkallëzonte në atë mënyrë, ajo ka ndodhur para dhunës, para gurve, para çdo gjëje. Ka qenë policia e parë që na ka dhunuar, e pastaj kanë qenë protestuesit që kanë gjuajtur me gur. Se tani në qoftë do matet dhuna kush më shumë e kush më pak, zakonisht matet kush e filloi. Se masa tjetër është e pamarrshme, kështu ata filluan realisht e ata u bën dhunshëm me neve. Ne ishim te parlamenti dhe jemi kundër parlamentit sepse besojmë që parlamenti është gjeneza e gjitha problemeve. Sheshi mendon që ajo që perceptohet më shumë dhe nga thirrja që u bë
më forta këtu, ajo që i bashkoi gjithë, ajo që lindi nga sheshi, që Rama-Mburg, Berisha-Mburg, do thotë që këta njerëz e kanë humbur besimin te kjo kasë politike, te ky sistem që është ndërtuar prej 85 vitesh tashmë, sepse nuk është vetëm 36 vjeçar, patjetër që është një sistem që vjen, është pjesë e komunizmit dhe thjesht ka qenë ndryshim fytyrash e asgjë më shumë. Dhe shqiptarët janë lodhur nga kjo gjëja. Unë besoj që janë të dyja partitë mëdha politike po njësoj bashkëfajtore në rezultatin ku Shqipëria është sot. Kush më shumë e kush më pak, kush më mirë e kush më keq, ata janë të dy bashkëfajtorë. Opozita duhet kishte bërë punën e vet, dhe opozita, se mund thuash pse po sulmohet opozita. Tani edhe ata duhet kishin bërë më shumë opozitë. Nëse s'do kishin pas mundësi të bëjnë asgjë tjetër, më shumë opozitë duhet kishin bërë. Ne kemi thënë diçka gjatë gjithë kohës që sheshi është i gjithë. Në shesh ka patjetër shumë element Partisë Demokratike, e dua ta besoj dhe Partisë Socialiste, është partia Lëvizja Bashk, Shqipëria Bëhet, Partia Mundësia, janë të gjithë në shesh. Jemi munduar të bëjmë një formë pakti që ne s'jemi askush për të kontrolluar sheshin e për t'i thënë kush vjen e kush nuk vjen në shesh, por ju kemi kërkuar mirëkuptimin që në mikrofon nuk mund na kërkoni t'jeni pjesë. Dhe ka pas një mirëkuptim nga natyre, ka një mirëkuptim mes tyre në shesh, i shikon që qëndrojnë, kanë pozicionet e veta dhe nuk e cënojnë njëri tjetrin, që është shumë e bukur, dhe shikon që janë për një betejë gjithë. Sot besoj që lufta është shumë e madhe për të hequr të keqen më të madhe, se sa të merremi me njëri tjetrin e të fillojmë të gjejmë bishta gjithë secilit prej nesh. Politikanët e votuar e të pavotuar në shesh janë qytetarë në radhë të parë, dhe në momentin që vinë dhe sillen si qytetarë, besoj që japin një ndihmë shumë të madhe sheshit. Po nuk do të harrojmë edhe diçka tjetër. Ato ditët që ne kishim çunat të shoqëruar, ne nuk kishim asnjë akses për të marrë informacionet. Dhe deputetët janë ofruar për të ardhur në komisariate dhe për të hyrë dhe për të marrë informacione. Dhe patjetër që le të vinin, ka patur element që kanë dalë i kanë sulmu, e i kanë kundërshtuar. Unë kam thënë kështu, nëse ata janë çdo ditë në shesh, në mbështetje të protestës, sot është dita që të bëjnë detyrën e tyre për këta njerëz që janë çdo ditë në shesh. Pra të shkojnë si deputet, të marrin informacion e të pyesin çfarë po bëhet me këta të rinj. Gjë që ne nuk e kishim këtë akses për ta bërë. E kemi pranuar, po. Me shumë këtë gjë ne kemi pranuar, ndoshta edhe me shumë konflikte brenda njëri tjetrit, me njerëz që vinin edhe thonin ky nuk duhet vi, të largohen, gjitha këto, madje unë kam patur dhe një përplasje tek komisariati numër 4 në momentin që deputeti Kapri doli për të folë, dhe i dham një megafon për t'ju treguar gjithë, e disa aktivista e kundërshtuan shumë fort këtë gjë. Ndërkohë që po i thoya, po prit se ja dham ne me mikrofonin që jemi protestues dhe po e bëm për ne. Dhe ndaj duhet t'i respektojmë se detyrën po bëjnë. Kështu që, por ka patur. Ne kemi dëgjuar që ka zëra që po na ftojnë për të qenë pjesë e partive të ndryshme. Besoj që për sa kohë jemi në shesh, njerëzit do flasin shumë gjëra e do thonë të vërteta të pavërteta. E vërteta ime në këtë mes është që Luciana është një vajzë që vjen nga një familje komplet e djathtë, e martuar një familje shumë të majtë. Dhe me një besim shumë të fortë tek Partia Demokratike deri para disa vitesh. E në momentin që më ndodhi situata Ariollit, i kam kërkuar mbështetje, jo mbështetje, por kam kërkuar në momentin që ata nuk po reagonin, që t'rregoja të vërtetën e Ariollit. Dhe më është refuzuar dëgjesa nga disa prej tyre, e nga disa më kanë dëgjuar, po vetëm kaq. Ndërkohë që ka pas parti politike që kanë qenë në Rjoll disa herë, e që kanë bërë një punë fantastike në mbrojtje të Rjollit, siç është Partia Mundësia, e siç ka bërë dhe Lëvizja Bashk. Dhe unë jam mirënjohur se pse t'jem gjallë për këtë mbështetje që më kanë dhënë në momentin që nuk më ka dëgjuar askush zërin. Se sot që jam në shesh e kam mirë shqiptar këtu, e më dëgjojnë mirë shqiptar, e shumë media janë të detyruar të na transmetojnë,
është shumë më lehtë të dëgjohet zëri. Po kur të dëgjohet atëherë kur të dëgjojnë shumë pak, ata janë për të vlerësuar. Dhe unë ju jam mirënjohës atyre që më kanë mbështetur në ditë të vështira. Po kjo nuk më bën pjesë të asnjë partie politike. Kam një video ku kam qenë pjesë e konventës së formimit të forumit të grave të Partisë Mundësia, por kam qenë e ftuar, jo për qenë pjesë e forumit, e jo për pas asnjë detyrim ndaj partisë, dhe kam mbajtur një fjalim si një vajzë luftarake, më kam prezantuar që po lufton për të mbrojtur të drejtat e veta. Unë sot nuk jam pjesë askujt, e ardhmja nuk i diet asnjëherë. Kam dëgjuar dje një lajm që më ka ofruar Berisha të jem pjesë e listave, që është e pavërtet. Para disa ditëve ishte një video që më kishin bërë të Shqipëria bëhet, që është po prapë e pavërtet. Dhe për momentin Luciana është pa parti politike. Dhe përsa ko kjo protestë të vazhdoj, Luciana është pa parti politike e është vetëm për protestën. Për momentin nuk ndihem e hapur për të qenë pjesë asnjë partie politike dhe besoj që e ardhmja nuk mund t'i diktohet askujt, por e rëndësishme është që unë në këtë moment nuk jam për një karrige aty dhe nuk dua asnjë karrige nga kjo protesta. Nga kjo protesta dua që vetëm Shqipëria të bëhet e të bëhet siç është më e mira, një Shqipëri e re ku të gjithë jetojnë me dinjitet. A do vinë nesër ta bëjnë një parti e re? A do vinë 3 parti të reja që janë? Se të 2 të vjetrat, them të drejtën, nuk kam ndonjë besim. Burum të vi kush mund ta bëjë se do vendosi votat dhe nuk e vendos as Luciana, as portalet e asnjë. Do jem votat e shqiptarëve. Por që të sulmohen njerëzit, e të mundohesh t'ja tashosh me do mos do me një parti politike, në këtë momente për protestën, besoj që janë vetëm sulme nga njerëz që nuk e duan protestën, e duan ta shikojnë që po prishet. Unë ju kam thënë gjithë atyre portaleve që kanë shkruar që jo kjo parti, jo a parti, më nxirrni faktet dhe provat ku unë jam dhe po unë nuk jam askund dhe kjo është e vërteta. Se më duket sikur jap shumë rëndësi për ta justifikuar, që nuk ka fare rëndësi, por që në këtë moment nuk jam në asnjë parti, nuk jam e hapur për të bërë pjesë asnjë partie dhe ju kërkoj të gjitha partive të jenë pjesë e sheshit si qytetar pa tentuar ta prekin protestën. Për momentin, aty te grupi që unë merrem dhe kujdesemi për atë pjesë që mundohemi të kujdesemi për protestën, nuk ka asnjë diskutim e nuk ka asnjë aspirat për të krijuar lëvizje politike. Madje është një nga gjërat që kemi marrëveshje të heshtur me njëri tjetrin, që ne nuk do bëjmë asnjë parti politike, që të jemi qartë një herë mirë, sepse në momentin që kjo do kthehet në lëvizje politike, do jetë si çdo protestë tjetër shqiptare, e kjo nuk është si gjitha protestat e tjera, ndaj nuk mund ta bëjmë. Kjo nuk është një protestë si gjitha të tjerat, sepse energjia që është këtu është e mahnitshme para. Është përtej partive politike, përtej bindjeve seciliit. Këtu është gjithsekush organizator e gjithsekush mundohet të bëjë më së miri atë që di të bëjë për të mirën e protestës. Organizimi tek mikrofoni për të marrë fjalën është një sfidë shumë e madhe faktikisht që na ka ngelur ne për pjesë ta bëjmë, ashtu siç janë një grup që merren me pikturat e fëmijëve, që merren me ato gjërat me flamingo, që janë shumë njerëz që bëjnë punë fantastike online, që janë shumë njerëz që bëjnë punë fantastike me kreativitetin, me pankarta, me shumë gjëra. Ne jemi një grup që na ka ngelur pjesa mikrofonit për të marrë dhe është një përgjegjësi shumë e madhe e kemi marrë shumë sulme si nga media, si nga individ për këtë gjë. Jemi munduar shpesh herë ta bëjmë më të mirën e mundshme dhe ju kemi thënë gjithëve hajdeni bujrum ta përmirësojmë nëse kjo nuk është më e mira, por që aty disa ditë u munduam që të bënim një listë, ta bënim me numra, bëhi një rëmuj shumë e madhe, pastaj lam okej, hajde mbaj radhën, kur të vi radha do flasësh dhe kështu funksionon. Dhe njerëzit duan të flasin. Shqiptarët nuk janë dëgjuar për 35 vite dhe sot po dëgjohen dhe duan të flasin. Kjo është gjëja e bukur aty mikrofonit. Ne nuk është se kemi ndërmenduar ose kemi bërë një strategji për hapat e radhës. Unë e kam thënë çdo ditë, vendimet i marrim gjithë bashkarisht, ashtu siç u mor që nga dita e parë, që nga drejtoria e policisë, hajdeni shkojmë tek Ministria e Brendshme, shkojmë tek Kryeministria, shkojmë. Dhe kanë qenë qytetarë që kanë thënë nesër më shumë, e kanë qenë ata që kanë thënë po prapë të nesër më shumë,
Kështu që ne nuk mund të themi se cilët do jenë hapat e radhës. Besoj që hapat e radhës do vendosen bashkarisht të gjithë bashkë, se duke qenë proteste pa organizuar, komplet horizontale, me shumë ishuj brenda vetes që bëjnë gjëra shumë të bukura, do jetë një gjë që do vi sinkron dhe do jetë, besoj që po prapë më e mira. Të shikosh njerëz që vinë çdo ditë më shumë, është energji, është shumë e bukur, është emocion shumë i bukur. Ditë e para me ato aktivistat që ishim që në fillim, dilnim të sheshe dhe thonim aftë po vjen njëri sot, ishim kështu që siklet. Po kalojmë javën e parë, pastaj e dinim që do vinin. E dinim që ishim aty gjithë bashkë edhe bashkoheshim gjithë edhe çdo ditë më shumë, çdo ditë më bukur. Po ka prapë nga diaspora që duan të vinë dhe të bëjnë, po prapë edhe një nga ato organizimet fantastike që ata bëjnë. Diaspora kur vjen do s'do ka zgjuar shumë. Ka zgjuar dhe sheshi është mbushur shumë. Mesazhi që përcillet është shpresë sepse ti mendon që ata s'do kthehen më asnjëherë në Shqipëri, kanë gjitha gjërat në Terezi atje, dhe kur shikon që po vinë, është shumë shpresë e madhe besoj për gjithë protestën. Kryeministri me deklaratat e veta besoj që ka rënë shumë poshtë një burri shteti. Vetëm një burr shteti nuk mund të bëjë ato deklarata dhe nuk mund të bëjë ato qëndrime. Që në reagimet e parë që ishte një bullizim për influencerë që janë çdo ditë në protestë, që pastaj kapja personalisht me gjithë secilin protestues aty, është shumë e shëmtuar. Nuk u mor asnjëherë me kërkesat, nuk u mor asnjëherë me ato që thristen çdo ditë në shesh, nuk u mor asnjëherë me eurodeputetët që erdhen, me thirrjet që erdhen nga Parlamenti Evropian, me faktin që kjo protestë po transmetohet nga gjitha mediat ndërkombëtare. Besoj që kjo ka qenë lajthitje e kryeministrit, asgjë më tjetër. Ai e ka humbur betejën e tij më të madhe dhe ndoshta fushën e tij më të sigurt fitor, që ka qenë algoritmi i tij. Në këtë moment Gen Z-ja ka marrë komplet algoritmin. Kjo është brillante. Kjo është brillante sepse kanë mundur aty ku ai ka pikën më të fortë, e kanë mundur tek propaganda ndërkombëtare, që po prapë ka qenë një pikë e fortë, edhe sot legitimiteti i qeverisë në sytë e çdo shqiptari, e besoj në sytë e shumë qytetarëve të Europës e të botës, ka rënë plotësisht. Rama Burr Berisha Burr! Rama Burr Berisha Burr! Në momentin që bërtas në podium Rama Burr Berisha Burr, shikoj që qytetarët e kanë shumë qejf si gjë dhe thjesht duan që ti t'u rikujtosh që ata ta thonë pafund. Nëse do ishte një gjë fundi që do thoja për rjollin e vogël të Shqipërisë, e rjollin tim të madh në shpirt, do thoja që ne nuk do heqim dorë nga maneti jonë, nuk do heqim dorë nga ëndra për të marrë atë që na takon, e për ta mbrojtur me dinjitetin që i takon, sepse rjolli nuk është njohur e nuk ka ekzistuar nga pallate, nga betoni, ka ekzistuar nga knetat e tij, ashtu siç i quajmë ne, ka ekzistuar nga pyjet e tij, nga gjallësat e shumta që ka patur aty. Dhe nëse rjolli do ketë vlerë, do ketë vetëm nga ajo trashëgimi që është mbajtur me shekuj nga të parët tanë.